Ndajnë Super League, që diko, do më thonë, pej 99-ës dhe 2013-ën, atëherë janë 15 vjet gati 14 vite, do më thonë, ka marrë pjesë, edhe jam angazhu në për krejt Zvicër, në për liga rajonale, jam shku perin të tuaj inxhinier, do më thonë. Shkollë, edhe se kem pas atë, ku jemi konë në grupën e talentave, kemi 4 testime në vetë, do më thonë normat fizike, të shi, plus regla, plus video teste, të gjitha duhet, do më thonë, me dhonë, nëse se jep 2 norma radhas, atë përjashtohesh. Është edhe ashtu në Super League, apo në akademinë Zvicër e kem, nëse një gjyqtar i ri, apo futbollin profesional, nuk i jep për shembull normat fizike 2 herë radhas, atë ato e largojmë, do më thonë, nga liga superiore. Kom rrit, do më thonë, deri në pragun e Challenge League, si quhet sot. Aty kom gjyku 4 vite e gjys. E të shë është ose më tha atë kryetari i komisionit gjyqtarëve, më tha, për momentet, tha, nuk janë gjasat e mira, tha, ose s'po besojnë ty, do më thonë, sepse në Zvicër, na kem për shembull, kem gjyqtar nga Zvicra franceze, Zvicra italiane, po në atë kohë nuk isha, do më thonë, në vendin e duhur, ose në momentin e duhur në vendin e duhur, sepse lypshin profila tjerë, do më thonë, si gjyqtar. Kom pasi farë potenciali, të shim mas asaj, si gjyqtar kryesor, bëhna gjyqtar i futsallit, gjyqtar i parë në listën e FIFA-s në futsal, do më thonë, në federatën e Zvicrës. Kom referu një 5 vite, do më thonë, aty. Barcelona më ka referu, Tiki Taka, që keni ndëgju vjen nga futsalli.